Mi se erdhe të dashur deshe në letra trofejnë, jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës që është i fokusuar vetëm për të ardhmen. Letrat që kam para për ju është mbreti i monedhës, 5 të kupës, forca apo strength, mbreti i kupës, 5 që janë të dyja njerë pas 5 të shpatës dhe mbreti i monedhës. Kemi mbret të dashur. Dashi, kjo ja fillon me fokus shumë të madh të stabilitetit, puna, para dhe kontroll mbi jetën e juaj. Mbreti i monedhës del 2 herë, në fakt absolutisht del 2 herë në këtë lexim. Janë një nga letrat e rralla që kanë nga 2 të njëjtat letra, apo nga grupe të rralla. Mbreti dhe mbreti. Fillojmë dhe mbarojmë me mbretin. Mbreti i monedhës del pra 2 herë në këtë lexim dhe kjo nuk është rastësi të dashur deshër. Kjo tregon që java juaj do rrotullohet rreth sigurisë, përgjegjësive dhe dëshirës për të mos humbur kontrollin. Ju nuk dukeni sikur njerëz që duan drama këtë javë, përkundrazi doni qetësi, rend dhe njerëz serioz rreth vetes. 5 të monedhës, 5 të kupës, të shpatës kanë poshtë, tregon që emocionalisht ende ka diçka që ju rëndon të dashur deshër. Mund të jetë zhgënjim nga një person, pendes për diçka ose thjesht ndjesia që diçka nuk shkoi siç e kishit menduar. Kjo letër tregon në fakt edhe tendencën për të parë vetëm atë që ke humbur. Janë ca lule që kanë rënë këtu, sikur kanë humbur, por janë dhe 2 në deg akoma, në pemë. Pra, mos u fokusoni në ato që keni humbur, por ato që keni në dorë. Ndërkohë që ende pra keni gjëra të mira përpara dhe sinqerisht ju si dash, nga njëherë kur lëndojni bëheni sikur s'ju intereson, por brenda e mbani më gjatë se që duhet. Forca të dashur tregon që po menaxhoni veten shumë më mirë. Do filloni ta menaxhoni veten shumë mirë. Dhe nëse keni emocione të forta, nuk po reagoni impulsivisht si zakonisht. Po përpiqeni të ruani qetësinë dhe të mos lini krenarin apo nervat të shkatrojnë situatën. Kjo është rritje për ju, sepse këtë javë duket sikur po kuptoni që jo çdo betejë fitohet duke përtitur më fort. Mbretin e kupës kemi këtu që tregon një energji më të pjekur emocionale dhe më bëj qefi të dashur deshër. Mund të jetë një person që luan rol të rëndësishëm në këtë javë, dikush më i qetë, më i matur ose më emocionalisht inteligjent. Ose mund të jeni ju që po mësoni të mos i lini emocionet ju kontrollojnë. Ka shumë ndjenje këtu, por të mbajtura në kontroll. 5 të shpatës tregon atë tensionin, mund të ketë ndonjë debat, mund të jetë egoja juaj, fjalë të tepërta ose një situatë që dikush do të fitoj, dëshiron të fitoj me çdo kusht. Kjo letër ju paralajmëron të dashur deshër, të mos futeni në lojra krenarie. Dikush mund të përpiqet ju provokoj vetëm për reagim. Ai tipi që ta shterron energjinë dhe pastaj sillet sikur fitoi medalje olimpike, sepse pati fjalën e fundit. Jo, dashi. Prap dalim tek mbreti i monedhës që mbyll këtë lexim të juaj. Kjo është shumë e fortë. Pavarësisht emocioneve dashi dhe tensioneve, ju në fund do riktheheni tek vetja dhe të kontrolli jetës suaj. Fokusoni pra te puna, stabiliteti, financat dhe qetësia mendore. Nuk dukeni sikur personi që do të lejojë dramën të prish drejtimin, qetësinë e kësaj jave, që vërtet është fokusi stabiliteti. Këshillën që mund t'ju jap të dashur deshër për këtë javë është mos i humbni energjit duke provuar të shpjegoni vlerën tuaj njerëzve që ushqehen nga konfliktet. Njerëzit e pjekur sjellin paqe, jo gara egoje. Kur mëson të kontrollosh veten,
pushon së humburi kohë duke kontrolluar të tjerët. Para dhe vetëm para, dashi.